Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Soda e bukës ju shpëton jetën ja si ta përdorni për të trajtuar këto 5 probleme. Për shumë prej nesh, soda e bukës është thjesht një përbërës që i shtohet ëmbëlsirave dhe gatimeve të tjera. Ndoshta disa prej jush e përdorni atë për pastrim, por ka edhe femra të cilat i njohin fuqitë e këtij pluri magjik edhe në fushën e bukurisë. Maskat me përbërës bazë sodën e bukës e bëjnë lëkurën tuaj më të bukur dhe njëkohësisht shkëlqejnë flokët. Sipas ekspertëve, pirja e një gote ujë me një lugë sodë buke mundet që të parandalojë dhe të trajtojë shumë probleme të tjera shëndetësore. Ajo që ju nuk e dini është se soda e bukës vjen edhe me shumë benefite për trupin tuaj duke qenë një substancë alkaline e cila ndihmon në funksionet metabolike. Përmban gjithashtu fosfat, monokalcium dhe bikarbonat natriumi, elementë të cilët ndihmojnë në lehtësimin e urthit. Kur acidi i stomakut tuaj ngjitet deri në ezofag, shkakton djegje të stomakut dhe gjithashtu kjo gjendje mundet të trajtohet duke pirë ujë me sodë buke. Neutralizon pH-in e organizmit. Konsumimi i një gjysmë luge sodë buke përzierë me një gotë ujë do të rivendosë ekuilibrin e pH-it në trupin tuaj. Për shkak të pH-it mbi 7, soda është një përbërës magjik që ndihmon metabolizmin që të funksionojë më së miri. Kuron problemin e gurëve në veshka. Konsumimi i rregullt i sodës së bukës do të shpërbëjë kristalet në veshka. Përmirëson gjithashtu performancën fizike. Soda është tepër alkaline që do të thotë se ul nivelet e acidit laktik i cili kontrakton muskujt tuaj. Soda është një metodë efektive edhe për të parandaluar grumbullimin e acidit. Një nga trajtimet më të mira për infeksionet urinare është edhe soda e bukës. Përzjeni një lugë sodë buke në një gotë ujë dhe pijeni një herë në ditë. Kjo metodë është veçanërisht e dobishme nëse përjetoni ndjesi djegjeje kur urinoni. Zbardhim të dhëmbëve. Ekspertët thonë se falë përzierjes të sodës së bukës dhe lëngut të limonit, ju do të krijoni një pastë ideale për zbardhjen e dhëmbëve. Përdorimi i sodës së bukës njëkohësisht ndihmon edhe në eliminimin e njollave të ndryshme nga dhëmbët. Sodë buke kundër djersës. Ekspertët thonë se soda e bukës mundet të përdoret edhe kundër djersës. Sipas tyre, soda e bukës mundet të përdoret edhe për të lyer pjesën e sqetullave dhe zonave të cilat djersin më shumë. Soda e bukës nuk e irriton lëkurën dhe shërben si një deodorant mjaft i mirë. Për shumë prej nesh, soda e bukës është thjesht një përbërës në kuzhinë, por sipas ekspertëve përfitimet që kanë në shëndetin ton janë të jashtëzakonshme. Përmirëson performancën tuaj fizike. Soda e bukës është tepër alkaline, që do të thotë se ulë nivelet e acidit laktik i cili kontrakton muskujt tuaj. Soda është një metodë tepër efektive edhe për të parandaluar grumbullimin e acidit. Një nga trajtimet më të mira për infeksionet urinare është soda e bukës. Përzjeni një lugë sodë buke në një gotë me ujë dhe pijeni një herë në ditë. Kjo metodë është veçanërisht e dobishme nëse përjetoni ndjesi djegje kur urinoni. Kuron problemin e gurëve në veshka. Konsumimi i rregullt i sodës së bukës do të shpërbëjë kristalet në veshka. Soda e bukës dhe mjalti munden që të konsiderohen si një ilaç natyral dhe munden të trajtojnë një gamë të gjerë të sëmundjeve. Kjo përzierje mund të tingëllojë e çuditshme, por sjell shumë përfitime në shëndetin tuaj të përgjithshëm. Kjo përzierje mundet që të thuhet se parandalon edhe shfaqjen e sëmundjeve nga më të ndryshmet.
Në këtë mënyrë, bikarbonati i natriumit absorbohet lehtë dhe mundet që të shkatërrojë qelizat e këqija. Kombinoni sodë buke me mjaltin në raportin 1:3, që do të thotë 1 lugë çaj sodë buke me 3 lugë çaj mjalt. Ngroheni përzierje në mikrovalë për disa minuta. Përdorimi: ju duhet të konsumoni 1 lugë gjelle të kësaj përzierje 3 herë në ditë gjysmë ore përpara ushqimit për 1 muaj. Ky ilaç natyral rregullon nivelin e sheqerit në gjak, parandalon shfaqjen e qelizave të këqija, rregullon nivelin e kolesterolit, përshpejton metabolizmin e të tjerë. Ju duhet të shmangni mishin e kuqe dhe mielin e bardhë të parafinuar gjatë përdorimit të kësaj kure. Soda e bukës është një substancë e mahnitshme. Përveç se përdoret për ushqime të ndryshme, ajo ndihmon edhe për të pastruar gjërat tuaja, për maska, fytyre dhe ka shumë përfitime. Këtu ju do të shihni disa prej përfitimeve të saj, të cilat janë më efikase. E dobishme për lavatriçen: heq njollat e verdha nga rrobat tuaja. Heq njollat e verës, frutave dhe gjithashtu të bojës. Sipas ekspertëve, ju duhet të dini se soda e bukës ka një përdorim tepër të veçantë në kuzhinën tuaj. Ajo është një pastrues shumë efektiv. Përdorni sodën e bukës për të pastruar furrat, heq njollat dhe gjithashtu nga mobiljet e drurit, dezinfekton dorasat e prerjes, pastron enët e qelçit dhe gjithashtu është perfekte për pastrimin e shtëpisë. Pastron bijuteritë, dezinfekton WC-n dhe dyshemen dhe po ashtu heq njollat e blozës, kthen bardhësinë e këpucëve dhe heq ndryshkun nga mjetet metalike. Eliminon aromat e këqija. Sipas ekspertëve, ajo heq erën e keqe të këpucëve, heq erën e keqe nga frigoriferi dhe gjithashtu duhet të dini se heq erën e keqe në makinë, në valixhe dhe në dyshek. Trajton disa sëmundje. Redukton acarimet nga reaksionet dhe njëkohësisht nga alergjitë. Stabilizon ndjegjet, kuron mishrat e dhëmbëve, heq gazrat e shkaktuar nga konsumimi i perimeve. Produkt i mirë dentar: heq njollat, parandalon gurzat e dhëmbëve dhe redukton erën e keqe të gojës, pastron dhëmbët dhe mishrat, rregullon flokët dhe lëkurën, parandalon gjithashtu edhe acarimin e lëkurës nga roja, lufton puçat dhe aknet, parandalon zbogthin dhe zbut lëkurën. Përdorime të tjera: përdoret në raste emergjence si një simbol zjarfikseje, largon milingonat dhe gjithashtu insektet, eliminon edhe barërat e këqija nga lëndinat tuaja. Sipas ekspertëve, përdorimet e sodës së bukës janë vërtet të pafundme, por ju duhet që ta përdorni atë në mënyrën më të mirë efikase të mundshme dhe do të shikoni se të gjitha këto benefite do të kthehen në të mirë të shëndetit tuaj. Mirë, po gjithmonë duhet të keni parasysh që të mos e teproni me përdorimin e saj, pasi si çdo produkt tjetër, edhe ajo ka efektet e saj negative në shëndet. Duhet të dini, informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj, para përdorimit, konsultoni me mjekun tuaj. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton.
Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!